Një nga pajisjet më të kërkuara në botë, iPhone vijon të shitet me çmime shumë të ndryshme nga një shtet në tjetrin. Sipas Visual Capitalist, bazuar në të dhënat e Deutsche Bank dhe çmimet zyrtare të Apple, diferencat ndikohen kryesisht nga taksat, tarifa doganore dhe politikat fiskale të secilit vend. Në Shqipëri, çmimi mesatar i një iPhone 17 Pro 256 GB varion në rreth $1.200, duke vendosur vendin pranë nivelit të Shteteve të Bashkuara, ku i njëjti model kushton rreth $1.181. Në krye të renditjes qëndron Turqia, ku telefoni arrin në $2.592, ose 119% më shtrenjtë se në SBA. Turqia është përjashtimi më i qartë. Përveç të VSH-s për 20%, telefonat inteligjenti nënshtrohen taksave speciale të konsumit dhe tarifave të regjistrimit që rrisin ndjeshëm çmimet e tyre me pakicë. Pastaj renditet Brazili me $2.260 dhe Egjipti me $1.872. Në Turqi rritja e çmimet lidhet kryesisht me tarifat dhe taksat e larta mbi telefonat e importuar. Në Europë, ndër vendet me çmimet më të larta janë Hungaria, Norvegjia, Suedia, Polonia, Çekia dhe Finlanda, ku një iPhone kushton nga rreth $1.580 deri në $1.830. Në anën tjetër të renditjes, Japonia afron çmimin më të ulët, me rreth $1.121, ndërsa Korea e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara ndjekin me $1.181. Japonia është një nga tregjet e pakta ku iPhone kryesor i Apple kushton më pak se në Shtetet e Bashkuara. Një taks relativisht të ulët konsumi për 10%, një treg shumë konkurrues i telefonave inteligjent dhe strategjia e gjatë e çmimeve të Apple kanë ndihmuar në mbajtjen e çmimeve relativisht të ulta. Megjithatë, Apple kohët e fundit ka rritur çmimet për disa produkte në Japoni, pas viteve të dobësimit të jenit dhe ndryshimit të kurseve të këmbimit. Renditja globale e çmimeve mund të ndryshojë shpejt, ndërsa monedhat luhaten dhe qeverit përshtatin taksa dhe politikat e importit, tregu më i lirë sot mund të mos e mbajë atë pozicion për një kohë të gjatë. Raporti tregon se megjithëse Shqipëria nuk bën pjesë në renditjen zyrtare nga Visual Capitalist, çmimi mesatar për rreth $1.200 e vendos vendin shumë pranë tregut amerikan dhe dukshëm më poshtë se shumica e vendeve të Bashkimit Evropian.